Jemi vonë, është bërë verike për qytetarët edhe për vetë neve si përfaqësues, por ne nuk jemi mekanizëm votues sipas dëshirave të partisë parë, as pa të licë, tashmë është bërë pa vlefshme me përmend. Jemi vonë, është bërë verike për qytetarët edhe për vetë neve si përfaqësues, por gjithmonë ka rrugë, mundësi që duhet më shtjerë deri në fund dhe më gjetë një rrugë. Nuk ka të bëjë për mua edhe parime, mënyrë që konstruimi mu finalizu sa ma shpejt dhe një marrëveshje politike është për te urgjente, sepse Kosova përfundimisht është në krizë politike e cila në mungesë funksionimit kuvendit në radhë parë. Më vonë edhe të ekzekutivit me legitimitet që ka dalë për në shkurtit e pa mundëson me mirë mbajtja kujdestaria në qeveri edhe ashtu me probleme, sepse edhe deputet edhe minister nuk funksionon, nuk është e drejt, nuk është legjitime, bënë këtë vend që me pauzu, edhe ashtu kemi ra begi poshtë, me pauzu shumë poshtë, në fund të ndekot është begi fështirë për njerëzit. Orde çdo ditë, çdo herë, çdo ftesë ne kemi përgjegjë. Reagimi jonë është politik, ne kemi marrë pjesë vazhdimisht në votim, nuk kemi shkaktuar kur gjë tjetër që partia parë do të thonte është dalë pengesë. Por ne nuk jemi mekanizëm votues sipas dëshirave të partisë parë, as pa të licë, e cila krijon çdo situatë me debloku dikon që s'ka vullnet me punu. Roli jonë do të jetë konstruktiv.